Roli i prokurorit është shumë i rëndësishëm dhe është një farë lloj promotori edhe i punës së policisë, por edhe i punës së prokurorisë. Nëse prokuroria është aktivizuar shumë, atëherë punon shumë në urdhrat e saj edhe policia, por punon edhe gjykata për të zgjidhur rastet e akuzave që i ngrit. Cili është bashkëpunimi me policinë dhe me gjykatën, dhe ka pengesa që janë objektive, por edhe që janë për arsye subjektive që e pengojnë punën e prokurorisë? Tashi, në çdo institucion ka shpërfaqe ndoshta të qëndrimeve, shpeshherë jo të maturuara, jo profesionale, jo etike, të neglizhencës, të cilat në momentin që vrehen kanë për me u eliminu. Dhe në këtë drejtim, kom pas shumë kujdes që çdo herë kur kom vrejtë dhe kom pa që pasqyrohen këto çështje, kom thirrë takime të cilat i kam paraqitur drejt për drejti, qoftë domethënë në takimet tona të organizuara, por edhe përmes emailit zyrtar, që secili rast informohet kryeprokurori lidhur me trajtimin e një rasti. Po ashtu, këto i kom paraqitur edhe në kolegjumet e prokurorëve që i mbajmë. Konsideroj që nëse si institucione nuk konsolidohemi mjaftueshëm mirë dhe nuk i bëjmë hetimet me kohë mirë, sigurisht edhe gjykata domethënë nuk do të ketë një rezultat ose një epilog ashtu siç dëshirojmë dhe ashtu siç pretendojmë në momentin e ngritjes së akuzës. Në raport me Policinë e Kosovës, konsideroj që ka një avancim edhe më të mirë, domethënë një qasje shumë proaktive dhe një koordinim të mirëfillt të hetimeve. Na dihet shumë mirë që prokurori i shtetit duhet ta udhëzojë qartë dhe saktë dhe të kërkojë nga ana e policisë ndërmarrjen e veprime me kohë. Në këtë drejtim, domethënë, të gjithë janë shumë vigjilant në këtë kontekst që mos t'ju lejojnë që eventualisht policia të neglizhojnë rastin, qoftë për shkaqe apo arsye të ndryshme, për shkak se ata i kanë ato, domethënë, specifikat e veta. Mirë po, konsideroj që i kemi eliminu kogja shumë, domethënë të gjitha mundësitë që me pas paqartësi apo pengesa në një hetim të mirë apo një hetim efikas. Sa i përket në kontekst me gjykatën, gjyqtarët janë të pavarur dhe ata vendosin domethënë në bazë të asaj se çka na domethënë i dërgojmë edhe sa na i përfaqësojmë ato çështje në mënyrë profesionale dhe në mënyrë të drejtë. Kështu që mendoj që bashkëpunimi është jashtëzakonisht i mirë, konsideroj që jemi të konsoliduar në pozicionet tona, secili mbi bazën e përgjegjësive tona. Në këtë drejtim kemi marrë takime po ashtu edhe me kryetarin e gjykatës, po ashtu edhe me drejtorin e policisë, që nëse eventualisht shohim apo paraqesin pakënaqësi në trajtimin e rasteve, sigurisht që me një rand evitohen gjithçka çka është e mundur dhe çka është e parapamë dhe çka është me ligj. Secili ka obligim me marrë kompetencat e veta në kuadër të pozitës vet dhe nuk toleroj, domethënë, në këtë drejtim zero tolerancë do të ketë që të krijohen paqartësi të cilat mund na ndikojnë neve në hetim të rastit.